Përse u largova nga Greqia? Para shumë kohë, qeveria foli dhe tha që çdo njeri që ka dëshirë të investojë në vendin e tij, të vijë dhe të investoj. Këto fjalë më nxitën që erdha deri këtu. Pastaj arsyeja më e fortë ishte se unë ky ishin vend që jam rritur, vend i bukur, afër lumit, afër gjelbërimit, dhe nuk ka gjë më të bukur të jesh në vendin tënd shëbëtor e njerëzve që unë do t'u shërbej, dhe të jesh në vendin tjetër të jesh e vendiko, po që njëri nuk të njeh. E para. Dhe e dyta, në atë tëra arsyet më të mëdha e më të forta ishte se çdo gjë ka kuptim, ku jemi, ku jetojmë, ku rrojmë, dhe është një diçka më e fortë fare dhe më e rëndësishme për çdo njeri dhe për çdo shqiptar që do të investojnë në vendet e tij, ose unë mund të dëgjoj fjalët e mia, unë do flas vetëm për veten time. Gjë më e bukur është kur unë jam këtu, është një jetë, ajër, pastërti, gjelbërim dhe këto që thashë më para. Po që juve sa vjet vajtët në Greqi? Kur keni ikur? E mban mend kur keni ikur? Kur? Unë kam 32 vjet që isha në Greqi, punova në Greqi dhe bëra një pasuri. Pasuria ime ishte ajo që në fund fare kur u ktheva këtu, pak e na pak pasurinë time e shita atje që ta bija këtu dhe të ndërtoja në Shqipëri. Për ato fjalë që thash parë se po ti përsëris gjithmonë është një diçka që nuk ka kuptim. Në fakt, qeveria ka dhe një program detajuar për financimin e objekteve të cilat hynë tek programi i financimeve nga ASHBR-ja apo dhe i Pardi. Juve keni aplikuar në këto programe, keni përfituar apo jo? Sepse duhet ta dini që qeveria i ka këto lloj programe. Deri tani, faleminderit për pyetjen që më bët, deri tani në këtë pjesë që po më thoni, nuk jam marr kurrë. Çdo gjë këtu e kam bërë me investimin tim, nuk e di po them fjalën tamam. Më vonë do ndërhyj dhe tëra atje se nuk ka gjë më të mirë ku qeveria të jep, të mbështet, të jep dhe kurajo. Po për momentin unë drejt asaj pjese e kam dëgjuar, nuk e kam prekur ose nuk e njoh. Biles me fjalën që po më thua ti, më vonë nuk e di çfarë do bëj. Po deri këtu jam me investimin tim. Keni gjetur lehtësira në ndërtimin e kësaj godine e cila është në ndërtim e sipër në fakt? Keni hasur me burokracira, me pengesa nga ana e autoriteteve vendore? Ore, këto fjalë do të lutem shumë, nuk dua të mi prisni. Me ndërgjegjën më të madhe, Bashkia e Tepelenës, stafi i Bashkisë të Tepelenës më ka ndihmuar me mënyrën e tyre. Do me thënë që ta shpjegoj me pak fjalë. Kur unë drejtova drejt Bashkisë, u dhash te projektin, se kam punuar me projekt, nuk jam para projektu. Dhe më thanë kështu, neve do të ndihmojmë brenda ligjit, asnjë gjë jashtë ligjit, atëre ju hajdeni, investoni, dhe ne do ta kesh mbështetjen më të madhe, që juve asnjëherë mos keni atë mendimi që kjo është Shqipëria ose fjalët që thuhen që ju të largoheni. Biles me mënyrën e tyre më afruan aq shumë
që unë të vi dhe të ngulem dhe të punoj këtu dhe të bëj këtë ndërtesë që kam bërë, ose tavernën që e quani juve. Juve keni pak ditë mos gaboj që keni qelur biznesin tuaj. Si duken pritshmëritë? Në mënyrën do më faqë do ta bëj pyetje pritshmëritë çfarë se nuk e njoh në shqip. Atëre kanë ardhur njerëz apo jo? Dgjoj, njerëz më kanë ardhur. Kureshtja është gjë e madhe. Më kanë vizituar me mënyrën e tyre. Për momentin nuk mund të them që e kam punën shumë lart, po asnjë punë nuk shtrohet menjëherë. Ka ditë, ka orë që duhet të pres, duhet të duroj, afu në kohën që mora këtë rrugë që na grejë erdha këtu, jam i bindur me kurajën dhe me mënyrën time dhe me nuk e them dot shqip, tash apo me hipomoninë që kam, jam shumë i kënaqur për momentin. Do të thënë janë shumë pak ditët që unë ata njerëz që kanë ardhur vinë tavolinë një njoh, më flasin, më bëjnë dhe më flasin më shumë për zonën, më flasin më shumë për lumin, pastaj prekin ushqimin, prekin këtë që shkojnë këtu, ajrin, pastërtinë dhe të tëra, se këto janë një ide që njeriu i kërkon. Këto më kanë thënë deri tani. A kishit menduar ndonjëherë kthimin në Shqipëri, pra që një ditë do të ktheheshit dhe të investonit të ardhurat tuaja? Pyetja më e mirë që më ke bërë deri tani. Me respekt të madh do të thëj bie. Me pak fjalë unë këtu jam rritur i vogël në moshë të vogël, vetë jam lonjat, nuk jam fare kthej. Kisha gjyshin që jetonin këtu dhe në këto malet unë jam rritur. Dhe kur ikja nga mali me çunat, me njerëzit që vinim atje dhe vinim në lumë që pinim pak ujë se thahesh, me ke pasur se ai fukarallëku i madh që ne kemi kaluar të në shqiptar nuk i mshemi dot. Nuk e ndërroja që unë mund vija sot tu të shërbeja këtyre njerëzve këtu. Po është ëndër dhe gjë më mirë që unë për momentin jam shumë me familjen time jemi shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur për këtë pjesë që po jetojmë këtu. Çfarë asortimentesh kryesisht operoni në lokalin tuaj? Po. Tani, në ndërgjegja do mund të jem shumë i ndërgjegjshëm. Greke kryesisht apo jo? Po, shoh. Unë fakt kam pur kuzhinën greke këtu. Megjithatë nëse ju brenda mundësive do të veni të shikojmë edhe mishat e frigoriferët e të tërë se i kam, jam mishin e kam në Allufa, në pjesë e Allufës. Djathin e kam në vendet tona. Denojite që frutat perimet janë këtu të vendit dhe jam shumë i kënaqur, është një cilësi e madhe. Por gjithmonë tradicionale shqiptare nuk do ta ndaj kur në pjesa e familjes tavernës time. Aq sa dim po besoj, nuk duhet të flas para kohë që mund të them ne dim shumë gjëra. Jo, gjithmonë do mësojmë, gjithmonë do kemi kritik se kështu është taverna. Nuk mund të thuash dot gjithmonë që unë di. Jo. Këto do t'i mësoj gjithmonë na kritik të njerëzve. Aq sa di 90% që dim burrë grua, im shoqë është në kuzhinë, kurse unë jam në psistaria. E kemi pasion. Keni biznes familjar. Po, biznes familjar. Edhe pasion të madh. Po shikoj këtu që katën e dytë duhet ta shndrojnë në ndonjë bujtin apo mos e bëj. Po, dhe jam drejt ndërtimeve të tjerave. Do të thënë mbaron ajo dhe prap do të drejtojmë bashkisë që të më japi prap adhjen, lejen si e thoni juve që të vazhdoj punën të jem gjithmonë i lishëm. Po që ja vlen që të investosh të gjithë përfitimet që e Greqisë në Tepelen, pra në një fshat të Tepelen siç është Trakodhi këtu. Do të them një fjalë greke, po do të lutem shumë do më presht. Po ta them, do jem shumë i mërzitur që sa dëgjoj. Vardojani ka qenë më i pasur i Greqisë. Ishte zotnia që kishte karavët që quhen vaporët. Dhe Jema i tha, mos i hidh lekët në det se një ditë deti do të mbys. Dhe ai ktheu një përgjigje të mençur, të zgjuar dhe i tha, kush ka marr firmë në atë deti që nuk do mbytet asnjë vapori. Dhe unë këtu që erdha, jam nis me këtë pasion të madh. Rruga është e gjatë, rrugën nuk e njoh, do shikoj, po isha i bindur që erdha këtu dhe ja vlen për mua, personalisht për familjen time, që unë të jetë tole këtu. Dhe së fundi, keni një apel për shqiptarët që janë në Greqi dhe që vazhdojnë punojnë në Greqi, që të shikojnë një dritë shpresë për të investuar në Shqipëri. Keni ndonjë apel ndaj tyre ose ndaj gjithë shqiptarëve që janë jashtë kufive të Shqipërisë? Orea, sa po me ligaloja, nuk mund të flas dot për asnjë njeri se çdo njeri ka mendimin tim dhe mendja. Fjalët e mia në dikush mund të duken të rënda, te dikush mund të duken të pa kuptim. Unë mund të them kaq që dikush që ka ëndër vendin e tij dhe do të bëj diçka, e zgjedh rrugën vet. Nuk mund të pres as na mua as na qeveria. Qeveria është ajo pjesë që ndihmon.
i boçen, ja ta zotni një zoja që kanë dëshirtu. Po që t'jemi në ata i të ngre fjalin them ju mund të ktheni, të jetoni dhe të punoni ndërtoni në Shqipëri, nuk e them dot. Mund të them për veten time, unë për momentin është një pjesë që unë jam shumë i kënaqur. Po një gjë duhet të dim që të tërë pa forca ose pa sakrificë nuk bëhet asnjë gjë.